Kandidatët për deputet të koalicionit Euroatlantik në qarkun e Lezhës zhvilluan një takim me qytetarët e Laçit, ku diskutuan mbi vizionin dhe prioritetet e këtij formacioni politik për të ardhmen e vendit. Duke folur para banorëve të Kurbinit mes një atmosfere të ngrohtë dhe një pjesëmarrje të konsiderueshme, kandidati Eduard Ndocaj u shpreh i bindur se dy forcat e mëdha politike do të ndërshkohen me vot në zgjedhjet e 11 majit. Me 12 ato s'do jenë pushtet më. Ju garantoj se listat e mbyllura të dy forcave politike, miqtë e mi, është një në frikën që kanë këta. Frikën që kanë ndaj votës tuaj. Se po t'ishtin ministri i padrejtësisë, sepse mund ta quaj ministri i drejtësisë një ministër që ky vend vetëm drejtësisë ka pas në këto 12 vite, po t'ishtin listë hapur, do të kishte marrë vetëm votën e Pirin Dreut në qarkun e Lezhës, Ulsi Manja. S'do të kishte votu asnjë qytetar i qarkut Lezhë, një ministër që është i përfshirë në korrupsion, në vjedhje, në mashtrim dhe në kërcënime që i ka bënë Dibër për të marrë një vot, duke kërcënuar mësues, punëtor bashkive. E njëjta gjë është ke Partia Demokratike. Në listë mbyllur janë mbyll mit e kësaj force politike, sepse burrat dalin në shesh. Dhe po t'ishte në listë hapur Jack Markaj, s'do të merrte qoftë edhe një vot. Diferenca që ndan njerëzit që janë trem nga vota juaj me koalicionin Euroatlantik. Përfaqësuesi i koalicionit Euroatlantik, Mark Ruçi, vlerësoi programin e këtij grupi politik dhe kandidaturën e Eduard Ndocaj për qarkun e Lezhës. Mendoj se është programi i saj. Programi është miratuar ka një vit. Dhe është i vetmi programi i cili është miratuar në gjithë strukturat e partisë, me asistencën e ekspertëve më të mirë të CDU-s. Gjatë këtij takimi, qytetarët e Kurbinit shprehën hapur dëshirën e tyre për ndryshim dhe mbështetjen ndaj koalicionit Euroatlantik, duke konsideruar një alternativë që ofron shpresë dhe zhvillim për qarkun e Lezhës dhe të gjithë Shqipërinë.